Nuk mundem me paramendu ato rastet grave shtatzëna që ju kanë nxjerrë fëmijë domethënë me thika prej barkut. Kemi kalu njerëz që kanë qenë të vdekur, na kanë shti domethënë me kalu me trupat e tyne. Babit një pjesë kur ka lyp ujë për vllaun tim, patën thonë që qenë ke i mirë për një plum. E kanë ditë që jemi musliman shumica, edhe kanë thonë je i detyruar me pi birr në çetnik. Edhe ka qenë kohë e vështirë, edhe pse domethënë kemi pas jetën ndoshta pak interesante me fëmini, ma shumë familjar, ma shumë domethënë antar ma shumë edhe jemi rrit nashta jo me mall shumë të njëri tjetrit, se ka pas ma pak që kanë qenë për mërgat. Mirë po, ajo pjesa tjetër e fëminisë është se une shtëpinë përballë shkollës edhe jam rrit duke i pa nxënësat u dalë të helmum. Ato dridhjet që domethënë i ka bo qyteti em, nështë fëmijët e vendeve tjera i kanë bo me këto street style që janë ato freestyle, ato dance që janë këto vallëzimet edhe domethënë dikush e ka bo me qef atë lëvizje, domethënë dridhjeve trupit e te ne i kemi bo prej armikut, kështu që nuk e kemi pas fëminin gjenerata ime, asnjë fëminin e mirë, ashtu siç i ka radhë Shqipës, po ata fatkeqësisht kanë humbur shumë antar. Edhe faleminderit atyre edhe domethënë tash është edhe për vjetori edhe i masakrës të Zbicës, qofshin me lavdinë e përjetshme, gjithë dëshmorët, martyrët, edhe gjithë ata, edhe nëse kanë shpëtu, për shembull mësuesit edhe profesorët tanë që kanë sakrifiku jetën edhe familjen edhe gjithçka, edhe të burgosën politik që kanë qenë edhe të gjithëve, lavdi e përjetshme dhe falënderim i veçantë për jetën matë. Ti e përmend edhe zakonisht në për intervista kudo që të kemi pa ka qenë gjithmonë me një farforme nuk po du me thonë tendenca, apo edhe kurreshtja e madhe e njerëzve që i kanë përcjell, po edhe qoftë e gazetarëve, producentëve me të pyet pak a shumë ka kjo pjesë, ndoshta që për një ke ditë në spjegu çash në detaje sikur me pas halat freskt edhe para syve se çka veç ka ndodhur. Çka më në mend diçka që ndoshta për me për çat periudhë ti ke qenë shumë e re dhe e kon fëmijë me një farforme, po që të ka met halan kujtet diçka prej luftës gjatë kohës së ti e kanë fëmijë. Edhe e ke përjetu. Që më kanë bet gjitha fatkeqësisht, edhe janë gjëra, janë pjesë të historisë që nuk harrohen asnjëherë, nuk besoj që i harron. Dikush përveç nëse dikush ka psu trauma shumë të mëdha dhe ndoshta mundet për shkak të ngarkesës psiqike me pas probleme. Nuk ka fëmijë që s'ka dalë me ngarkesë psiqike pas luftës. Nuk ka fëmijë, nuk e besoj. Sado që mundohemi të tregohemi që jemi të fortë, e kemi të i kalu shumë keq. Nëse s'm ka prek direkt në familje, më ka prek në komshitë e mi, ose më ka prek në familjar, ose gjatë rrugës prej Mitrovicës deri në Gjakovo. Nuk mundem me paramendu ato rastet grave shtatzëna që ju kanë nxjerrë fëmijë domethënë me thika prej barkut. Pa i ardhur ndoshta koha e lindjes. Kemi kalu njerëz që kanë qenë të vdekur, na kanë shti domethënë me kalu me trupat e tyne, ke qenë e detyrume. Babit një pjesë kur ka lyp ujë për vllaun tim, se ma u thajtum, s'kishim as ujë as buk as një gjë hiç. Babit kur i patën thonë që qenë ke i mirë për një plum, edhe kanë dashur m'ia thyr dinjitetin se e kanë ditë që jemi musliman shumica, edhe kanë thonë je i detyruar me pi birr, po se di çka ka ndodhur, diçka një lëvizje në kolonë dhe u morën ka ana tjetër edhe shpëtum. Mandej ajo kthesa ku na kanë nxanë rob në banjë të Pejës, ka qenë e tmerrshme, qysh na kanë maltretu mrenda aty, na kanë lënë pa buk. Kisha pas qef me kalu në temë tjetër, është diçka që na dhem shpirti sa herë që e dëgjojmë edhe dikant tjetër tu fol se lema me kujtu vetë. Se lema me përjetu vetë.